Sot ka nisur pra shpërndarja e sasive të para të ndihmave ushqimore për disa komuna malore në Dibër dhe Puk, ku banorët gjenden të izoluar prej më shumë se një jave. Ndërkohë problemi janë shfaqur edhe në furnizimin me energji elektrike për shkak të defekteve në rrjetin e shpërndarjes. Sot paradite Ministri i Energjetikës Nasip Naço ishte në hidrocentralën e Vau të Dejës për të parë nga afër situatën e prodhimit të energjisë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pullum Sulo ka përgatitur kronikën. Është dita e dytë që në zonën veriore të Shqipërisë janë ndërprerë rreshjet të Borës, por situata vazhdon të jetë problematike për shkak të erave të fuqishme dhe temperaturave të ulta që në Dibër arritën sot -16 gradë, ndërsa në Puk -14 gradë. Kjo situatë po rëndon edhe më shumë punën në terren të forcave dhe mjeteve që janë angazhuar për të mbajtur të zhbllokuara rrugët kombëtare që shkojnë drejt zonës veriore, ndërkohë që rrugët rurale vazhdojnë të jenë të pakalueshme në pjesën më të madhe të komunave malore të qarqeve Dibër, Kukës dhe Shkodër. Bllokimi i këtyre komunave prej më shumë se një jave ka krijuar situatë emergjente për shëndetin dhe furnizimin me ushqime të popullatës. Gjatë ditës së sotme, 2 helikopter transportuan nga komuna e largët e Shalës në zonën e Dukagjinit për në qytetin e Shkodrës 4 të sëmurë dhe 1 të vdekur. Po sot, për herë të parë, drejt komunave të izoluara të Dibrës dhe Pukës kanë shkuar helikopterët dhe mjetet e rënda për të dërguar rreth 400 pako ushqimore. Por në këtë zonë, nevojat ushqimore urgjente janë shumë më të mëdha. Kështu vetëm në rrethin e Pukës, autoritetet vendore kanë kërkuar më shumë se 1700 pako ushqimore për banorët e izoluar nga dëborat dhe ngricat. Ndërkohë, erat e fuqishme dhe ngricat vazhdojnë të dëmtojnë rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike. Në disa dhjetra fshatra në veri të vendit, energjia mungon prej disa ditësh, ndërkohë që ndërprerje për shkak të defekteve ka patur edhe në thuajse të gjithë qytetet veriore, sidomos në atë të Pukës dhe Fushatësit. Konsumi i lartë i energjisë elektrike për shkak të rreshjeve të mëdha të dëborës dhe ngricave që kanë përfshirë të gjithë territorin e Shqipërisë, si dhe niveli i ulët i prodhimit të energjisë elektrike nga 3 hidrocentralet më të mëdha të vendit që gjenden mbi kaskadën e lumit Drin, ka shtyrë sot Ministrin e Energjetikës që të vizitojë nga afër këto hidrocentrale për të parë situatën atje dhe për të marrë masat e nevojshme për garantimin e prodhimit të energjisë elektrike edhe gjatë ditëve të ardhshme. Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës Nasip Naço ishte në mëngjes në hidrocentralin e Vau të Dejës së bashku me drejtues të korporatës elektroenergjetike, operatorit të shpërndarjes dhe kompanisë QEZ. Ministri tha se edhe për ditët në vazhdim është siguruar importi i energjisë elektrike. Sigurisht që është i garantuar, thash që nuk e kemi lënë rastësisht, ne kemi filluar që në muajin maj që të importojmë, po sigurisht dhe të konvenojmë me prodhimin vendas, që në çdo kohë të marrim gjitha masat e nevojshme. Jemi gati që në çdo moment dhe për shkak emergjence të vëmë në punë me njëherë dhe tecin e Vlorës. Sigurisht që ka një kosto, po e lëmë për një fazë duke menduar një rast tjetër emergjent. Qeveria është e gatshme që të kalojë në parlament dhe njëherë të ndryshojë buxhetin e shtetit dhe të heqë një sasi të konsiderueshme investimesh në vende të tjera dhe të garantojmë energjinë elektrike. Pra nëse s'do kemi energji elektrike dhe bëjmë një rrugë, nuk ka asnjë lloj vlere. Pra do heqim në një rrugë diku tjetër dhe të garantojmë drita për gjithë shqiptarët. Për drejtorin e korporatës elektroenergjetike shqiptare, Angel Zeqon, situata hidroenergjetike në 3 hidrocentralet e kaskadës së Drinit është e rëndë dhe për këtë shkak prodhimi i energjisë në vend është në kuota të ulta. Problematika që po kalon jo vetëm vendi jon, por gjithë rajoni për sa i përket prodhimit hidrik, pasi prurjet janë shumë të ulta. Sot mund të flasim vetëm për prurje në liçenin e Fierzës, pasi prurjet anësore në Vau të Dejës dhe Koman janë pothuajse zero. Kemi prurje rreth 70 m3, shumë të ulta për muajin, në cilin jemi duke krahasuar me mesataret shumë vjeçare, dhe rezerva ujore është në kuotën 261.5 sot, por duke alternuar këtë me importin dhe duke qenë se kjo borë në një të ardhme do të cilë rritje të prurjeve, i gjithë konsumi është 25 milion, duke 11-12 afërsisht shkon importi, pra rreth 13-14 milion është prodhimi vendas, i cili do të them që sigurohet në pjesën më të madhe thjesht nga kaskada e Drinit. Për shkak të temperaturave të ulta dhe ngricave, edhe gjatë ditëve në vazhdim nuk pritet përmirësimi i rezervave ujore në 3 hidrocentralet e kaskadës së Drinit, gjë që mund të ulë edhe më tej nivelin e prodhimit të energjisë në vend. Por zëri i Amerikës nga hidrocentrali i Vau të Dejës, Pullum Sulo.